Nga ky momenti I arrestum. Në një operacion të shpejt, Prokuroria e Prizrenit organizoi kontrolle në mbi 40 lokacione të aktorëve të ndryshëm, të përfshirë në dyshimet për keqpërdorime në Byron Kosovare të Sigurimeve. Institucioni I cili kompenzon qytetarët në raste të aksidenteve në trafik, dyshohet se keqpërdori rreth 1 milion euro. Sipas dosjes, mjetet u ndan tek disa qytetarë e më pas, 2 drejtues të institucionit përfituan në kesh. Gjithçka nisi mëngjesin e ftohtë të datës 8 janar. Specialët, hetuesit dhe prokurorët nisën kontrollet në shtëpitë dhe pronat e të dyshuarve. Shtëpitë dhe banesat luksoze u bastesën një nga një, të mbikëqyrura direkt nga 8 prokurorë të Prizrenit dhe vetë kryeprokurori Petrit Kryezio. Kemi të bëjmë me 4 vepra penale, kemi të bëjmë me shumë lokacione dhe I kemi të dyshuar hiç më pak se 47 persona, mesin e tyre një person juridik, kështu që sot presim të realizojmë në disa regione duke nisë Prishtinë, Prizren, Gjilan, Pej, Mitrovic, Obilic, Ravec e gjithkund tjetër. Në një operacion policor të udhëhequr nga Prokuroria e Prizrenit, u angazhuan më shumë se 300 polic special e njësitë për krime ekonomike e financiare. Në mbi 10 komuna u zhvilluan mbastisje masive në ndyshimet për përfitimet e jashtëligjshme, nga dëmshpërblimet për aksidente të trafikut, nga Byroja Kosovare e Sigurimeve. Në mesin e 47 të dyshuarve që pranuan dhe ofruan jashtëligjshëm para në pretendimet për dëmshpërblimet të aksidenteve, janë edhe 2 pozita kryesore të Byrosë së Sigurimeve. Drejtori ekzekutiv Sami Mazreku dhe ish drejtori I financave Valjon Berisha janë 2 pozitat kyçe të cilat pretendohet se organizuan skemën e përfitimit të jashtëligjshëm, që I shkaktoi dëm e buxhetit më shumë se 1 milion euro. Hetimet që nisën para vitit 2025, rezultatet e para I pati mëngjesin e 8 janarit me arrestimin e 10 qytetarëve, e që të përfshirë ishin edhe zyrtar të Byrosë së Sigurimeve. Pra, skema që dyshohet se u përdor për përfitimet e jashtëligjshme të parave të majme, po del të jetë interesante. Hetimet e deri tanishme kanë zbardhur rolin që dyshohet se patën drejtori ekzekutiv dhe ai financave në BKS. Në bazë të dhënave që ka mbledhur Prokuroria në Prizren, Mazreku e Berisha dyshohen se kishin rikompenzuar qytetarë të ndryshëm me dëmshpërblime për aksidente të trafikut. Dosja tani më po trajtohet nga Prokuroria e Prizrenit dhe në ditët në vijim priten hapat e mëtejshëm. Sipas dosjes, përfitimet që marrën qytetarët e më pas u ndan mes tyre e 2 drejtuesve të byros prekin shuma më të mëdha se 15.000 euro për një person të kompenzuar. E gjitha ishte bërë në koordinim edhe me qytetarët të cilët pretendohet se kishin pranuar ofertat e drejtorëve të byros për përfitimet jashtëligjshme. Prokuroria në Prizren, pasi kishte hetuar për disa muaj këtë skemë, tashmë ka bërë edhe ngrirjen e xhirologarive të personave që janë të përfshirë si të dyshuar për këtë rast. Në anën tjetër, Byroja Kosovare e Sigurimeve ka reaguar duke thënë se kanë iniciuar vetë rastin pasi konstatimet për përfitimet jashtëligjshme dhe dëmtim të buxhetit janë bërë edhe gjatë auditimit të brendshëm.